ekonomike për një jetë më të mirë, jo politike, se nuk s'ka arsye për shkaqe politike. Po çka është na është dukuria më keqe që unë që i kum po atje, gratë leona që janë mos të lindin, morën porët pej Kosovës 300 euro, sa asë unë që tash e më kuptu që janë 300 euro do mund mujtë që i morën. Kjo është merë jonë, se merë edhe atje, që është leon, merë edhe pej Kosovës. Merë shtesa edhe atje, edhe i morën, merë edhe në Gjermani edhe në Kosovë. Unë motrën e kam në Gjermani, vajzën e kam në Gjermani, tash ka shku atje. Normal, vajza në shtërej, amo, aja vetë po të regën, krejt kemi familjarat, apo të regën që tjertë krejt edhe ngojnë mi morë, jo që i pranojnë ato, që nuk dojnë mi, po ngojnë, shtyhen, vinë pe atje, të shpenzën, ku me ditë sa vjenë këtu mi rregullu dokumentat për mi morë që të pare. Mirë. Zotëri, faleminderit shumë. Faleminderit të Shëndet. Ju kërkoj ndjes sepse jemi drejt fund të emision, do t'i marrë më shumë telefonat, diku 20 telefonata të paktën të bëhen. Edhe të vim përfundim se çka për çfarë arsye më shumë të kanë emigruar mos në diaspora. Mos me kaq pak telefonata. Mirë, Arza, ishte nga